Në fund vitit 2013, ne bëm me Fondin Monetar Ndërkombëtar një marrëveshje për një program 3 vjeçar. Synimi ishte t'i shpëtonim kolapsi financiar që kërcënonte seriozisht Shqipërinë, të vendosnim rregull në librat e llogarive të shtetit dhe të nisnim rrugën e rritjes ekonomike. Shqipëria aso kohë kishte akumuluar një borxh dhe deficit publik që rrezikonte të dilte tërësisht jashtë kontrollit. Një situatë eksplozive në sektorin energjetik, ku vetëm borxhi i OSHE-s kishte kaluar $1 miliard për shkak të vjedhjeve dhe të mospagesave. Një tjetër borxh të fshehur prej $720 milion për punë e për shërbime të papaguara ndaj sipërmarrjeve që rrezikonin falimentimin, ndërkohë që efekti zinxhir mbi bankat i këtij borxhi kishte bllokuar kreditdhënien. Me pak fjalë trashëguam një gjendje financiare ku shteti mund mos kishte më mundësi të paguante rrogat e pensionet e nëntorit apo dhjetorit 2013. Ekonomia shqiptare në ato momente rritej mes 0 dhe 1%. Fuqia blerëse dhe përpasoj konsumi kishte rënë në pikjat, pasojat e mungesë gjatë të reformave, korrupsionit të kutondodhur dhe kriminalitetit dalë tërësisht jashtë kontrollit, të kombinuara me pasojat e krizës financiare ndërkombëtare, ishin mbledhur bashkë në një pikë tejet kritike për ekonominë, për financat, për besueshmërinë e vendit. Por tani më ajo panoramë e zymt i takon të shkuarës. Sot situata është krejt tjetër. Misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar ishte këto ditë në Shqipëri për rakordimet e fundit të programit 3 vjeçar, që besoj mund thuhet me plot gojen mbyllet si një histori e mirëfillt suksesi. Sipas vet Fondit Monetar Ndërkombëtar, programi ynë ekonomik vazhdon të ecë sipas planit dhe i ka arritur objektivat bazë të korrigjimit të çekuilibrimet mëdha financiare që trashëguam, si edhe të fuqizimit vazhdueshëm të rritjes ekonomike të vendit. Ky program në vizon Fondi Monetar Ndërkombëtar e ka vendosur ekonominë shqiptare në rrugën e financave publike solide, stabilitetit financiar dhe rimëkëmbjes ekonomike. Reformat e qeverisë shqiptare janë me rëndësi etike për rritjen e besimit, nxitjen e investimeve dhe fuqizimin e perspektivës për rritjet më teshme të ekonomisë, shprehet FMN-ja. Nga një rritje ekonomike mes 0 dhe 1% deri 3 vjet më parë, Fondi Monetar Ndërkombëtar deklaroi se rritja ekonomike pritet ketë arritur në 3.4% në vitin që sapo lan pas. Të dhënat paraprake tregojnë gjithnjë sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar se buxheti i vitit 2016 ka arritur një balancë primare pozitive dhe të mos harrojmë se kemi rritur pagat e pensionet me $100 milion pa rritur borxhin publik, çka ndodh për herë të parë në 25 vjet. Borxhi publik ndërkohë ka filluar rënjen dhe do të vazhdojmë ta ulim. Rritje taksash nuk ka dhe nuk do të ketë. Kush fiton më pak, do të vazhdojë të paguajë më pak. Kush fiton më shumë, do të vazhdojë të paguajë më shumë. Ndërkohë, konsumi, një element themelor për të parë shëndetin e ekonomisë, është rritur në shifra që 3 vjet më parë as mund të mendoheshin. Sot jemi pranë kushte të reja, kur jo vetëm vendi ka marrë kthesën nga buza e umnerës ku gjendej në vitin 2013, por mund të synojmë për shumë më tepër akoma. Sepse kemi ende rezervat mëdha të pashfrytëzuara në çdo aspekt e në çdo sektor. Dhe reformat po na japin vetëm rezultatet e para, të cilat pa asnjë dyshim do të shtohen dhe do të konsolidohen hap pas hapi në vijim. E di mirë dashur miq se shifrat e rimëkëmbjes ekonomike e financiare dhe faktet e verifikuara e të nënvizuara si rezultate të reformave tona të guximshme
edhe nga FMN-ja, edhe nga Banka Botërore, edhe nga Komisioni Evropian për kthesën në drejtimin e dur të ekonomisë son nuk mjaftojnë për të kënaqur askënd përveç ekspertëve të fushës. Sepse në fund ditës është fare e qartë që secili prej jush, çdo familje shqiptare kërkon dhe patjetër meriton më shumë. Po ashtu, unë vetë jam shumë i vetëdijshëm se pavarësisht faktit se rritja ekonomike 3.4% e Shqipërisë sot është si dita me natën me rritjen mes 0 dhe 1% të 3 vjetëve më parë, nuk mjafton për të rritur ndjeshëm ekonominë familjare të gjithë secilit. As fakti që Shqipëria sot rritet ekonomikisht më shumë se thuajse të gjitha vendet e tjera të rajonit nuk mund të na mjaftojë. Prandaj, paralelisht me luftën kundër informalitetit që gjatë këtij viti do të thellohet shumë fuqishëm, ne do të nisim së shpejti realizimin e programit kombëtar $1 miliard për rindërtim. Fal këtij programi të ri, krahas investimeve të drejtë për drejta nga buxheti i shtetit, ne do të fusim në rrugën e rilindjes vendit një volum të konsiderueshëm kapitalesh private. Për të rindërtuar më shpejt infrastrukturën rrugore, arsimore dhe shëndetësore të Shqipërisë, për të fuqizuar më shpejt përmes infrastrukturës turistike dhe rurale ekonominë e Shqipërisë, për të bërë mundur që çdo vit vendi ynë të injektojë në ekonomi mbi $1 miliard përmes punëve të drejtë për drejta publike. Ky program i ri kombëtar, padyshim do të sjellë gjatë 3 viteve të ardhshme një rritje ekonomike gati 2 fish të kësaj që kemi. Do të rrisë ndjeshëm më tej punësimin, do të bëjë që rritja e ekonomisë kombëtare të ndjehet shumë më tepër në ekonominë familjare të gjithë secilit. Shkurt, mandati i parë qeverisës që po shkon drejt përfundimit në disa muaj, është vetëm pjesa e parë e një ndeshje shumë të vështirë, të cilën pa diskutim ne do ta fitojmë së bashku, për të ndarë në një Shqipëri pa shtet dhe për ta bërë shtetin që duam për Shqipërinë e gjeneratës tjetër. Mes pjesës parë dhe dytës në politik nuk ka pushim, po ka zgjedhje. Por për zgjedhjet kemi ende kohë për të folur, sepse çdo ditë deri në rënien e gongut të fushatës elektorale, për ne është thjesht një ditë e gjatë pune për të çuar përpara projektin ton fitues të një rilindje shqiptare deri sekondën e fundit të kësaj pjese. Të bindur se jemi në drejtimin e dur dhe se rruga që kemi bërë mjafton për të qenë të sigurt për drejtimin, po jo për të qenë të kënaqur, përderisa pikëmbërritja ku duam të arrijmë të gjithë së bashku është ende disa vite larg.